Ministria e Brendshme Albana Koçiu deklaron të djen kuvend se siguria në Shqipëri është rritur ndjeshëm dhe kriminaliteti është ulur. Si për ironi të fatit, një ditë pas deklaratave të saj, vendi është rënditur nga 4 ngjarje të rënda kriminale me 3 viktima dhe 1 të plagosur. Ngjarja e parë ndodhi në Shkodër, ku një zyrtar i tatimeve ishte shënjestër i një atentati me tritol. Sapo punonjësi i tatimeve ka dashur që të hip në automjetin e tij, ka ndodhur shpërthimi i telekomanduar i një motori aty ngjitur, që ka sjellë edhe plagosjen e shtetasit Enea Buzukja. Ky i fundit ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa ka një plag në dorë. Shpërthimi ka ndodhur rreth orës 11:35 në lagjen Docmazi. Më pas, në harkun e 2 orëve, ndodhen 3 vrasje me thik. Në Durrës djali qelloi me thik baban. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Shkallnurit dhe viktim mbeti një 70 vjeçar. Pak minuta më pas, një ngjarje e rënd ndodhi në Tiranë. Në një lokal te komuna e Parisit pati një konflikt mes kuzhinierit dhe kamarierit lokalit. Pas debateve mes tyre, kuzhinieri 41 vjeçar Filip Sheu qelloi me thik i ndrit Ismail Llarin, 34 vjeç. Ai mbeti i plagosur, por ndroi jetë në spital. Pak minuta më pas, një vrasje me thik ndodhi në Berat. Sipas burimeve zyrtare, shtetasi Kristo Mema, banues në lagjen Barrikad, goditi me thik Keli Hoxhën, 42 vjeç nga Tirana, pas një debati që degeneroi në përleshje fizike. Sipas dëshmive nga vendngjarja, konflikti mes dy burrave nisi për shkak të një kali që përdorej për xhiro turistike në zonën e Kalas. Pasi situata u përkeqësua, 63 vjeçari ka nxjerr thikën dhe ka goditur Hoxhën disa herë, duke i shkaktuar plagë të rënda që rezultuan fatale në spital. Por bilanci bëhet edhe më tragjik nëse kujtojmë atë që ndodhi më 22 tetor në Durrës. 2 të rinj u vranë me armëzjarri pas një sherrri mes tyre mbi ekspresin e kafes. Policia është ende në kërkim të autorit dhe nuk po e lokalizon dot. Pra në harkun e një jave kemi 5 viktima dhe 1 të plagosur nga shpërthimi i tritolit. Për çfarë sigurie publike flet Albana Koçiu? Tritoli ndodhi në mes të rrugës dhe në mes të ditës. Mund kishte viktima edhe te kalimtarët. Vrasja në Tiranë ndodhi në lokal. Nuk dihet se si mund përfundonte sherrri mes autorit dhe viktimës, pasi lokali ishte i mbushur nga klient. Në Durrës vrasja e 2 të rinjve ndodhi brenda lokalit. Fati e desh që ishte mesnat dhe nuk ishte njerëz. Pra duket sikur ministria tallet me qytetarët, pa haruar që kreu i policisë Ilir Proda nuk dihet ku ndodhet. Ai del vetëm kur japin ndonjë certifikat a titull, teksa për rendin e sigurisë nuk duket kërkund.